majorancës pasi dëshuat pra me marrë më shumë. Ne besojmë që është jashtëzakonisht e rëndësishme që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Që nga 15 prilli Kuvendi mbetet i bllokuar, herë me raportin për verifikimin e mandateve, dhe tani me kundërshtimin e emrit të qenë kryetari i Kuvendit. Duhet ta keni parasysh që Konstituta e Republikës së Kosovës, aktivimi i gjykatës kushtetuese, jep të drejtën partisë fituese të dalë nga zgjedhjet që të bëjë propozimin e kandidatit për kryetar të Kuvendit, në të rast kryetarit të Kuvendit, dhe këtë të drejtë nuk ja jep opozitës. Prandaj është e rëndësishme që të kuptojnë forcat politike në Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mishrohet vullneti i popullit, sepse qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë mbështetur fuqishëm lëvizjen vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ne kemi shumë vullnet që të ecim përpara, por nuk mund të na detyrojnë ose imponojnë emrat e kandidatëve për kryetar të vendit. Kemi shumë vullnet për të konsultuar në opozitën, prandaj edhe besoj që është e rëndësishme që të reflektojmë. Ajo çka pikërisht po lidhem edhe me këtë aspekt, ajo me çka unë jam përballë gjatë kësaj kohe është figurë përçartëse, është konfliktuoze, është monstrum politik, është terroriste politike, është specie për që dënuar. Së pari kjo gjuhë është e papranueshme, jo vetëm që po bëhet ndaj meje, por ndaj kujt do qoftë. Dhe shqetësimi im në këtë pikë është që kjo gjuhë denigruese, gjuhë mizogjene, gjuhë seksiste, i dekurajon gra tjera që të merren me politikë. Sepse kur shohim përballtjet e grave, sot unë, Djemi Moza, Pardje Saranda, Donika dhe të tjera, natyrisht që pastaj mendojnë 2 herë apo 3 herë sa do të merren me politikë ose a do të pranojnë një pozicion publik. Së pari duhet me pas po ashtu parasysh që unë asnjëherë nuk kam pasur një funksion unifikues. Pra unë kam qenë më shumë se 10 vite deputete e opozitës në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gati ndoshta 5 vite ministri i drejtësisë duke përfshirë këtu edhe qeverinë Kurti 1, dhe kam pas përballje politike, natyrisht që kam pas përballje politike, por gati 15 vite aktivitet